Hoxh, a je banor I xhenetit ti? Edhe më pas gjoni qesh. Gjon, unë shpresoj dhe e lus të madhin Zot që t'jem prej banorëve të xhenetit. Unë e lus Zotin e gjithësisë që t'jem xhenet me Muhammedin a.s. T'jem xhenet me Isain, Jezusin a.s. T'jem xhenet me Musain a.s. dhe me gjithë pejgambert e Zotit gjithësisë. Mundohem t'i zbatoj urdhrat e të madhit Zot. Mundohem mos tallem me diçka prej fesë Allahut lartësuar. Komentin ti e ke bërë në një video ku unë kam folur për xhenetin. Dhe në formë tallje ke bërë këtë pyetje. Gjithsesi, unë do të përmend një pjesë nga Kurani, do të lexoj 2 ajete nga Kurani dhe ti lexoje përkthimin e atyre fjalëve të Zotit gjithësisë. Dhe ndoshta bëhen shkak këto 2 ajete të Kuranit që ti të meditosh, të reflektosh dhe ti thrasësh mendjes. Shpallja e Zotit gjithësisë, fjala e Zotit gjithësisë. Kurani nuk është tallje. Ajetet, argumentet që Zoti I gjithësisë I përmend në Kur'an nuk janë tallje, por njeriu duhet që të meditoj, të thras mendjes, se një ditë të gjithë do të dalim para Zotit gjithësisë. Atëherë, po I lexoj këto 2 ajete Kur'ani. Allahu I lartësuar thot në Kur'an: "Wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alayna min al-ma'i aw mimma razaqakumullah qalu inna Allaha harramahuma 'ala al-kafirin الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون." Prandaj, unë të ftoj ta lexosh Kur'anin. Lexosh fjalët e Zotit gjithësisë në Kur'an dhe lutë Allahun e lartësuar që të ta mundësoj ta kuptosh të vërtetën, ta pasosh atë dhe mos tallesh me fenë e Zotit.